specialist i cilësisë dhe sigurisë ushqimore. Nuk ka rëndësi nëse blen qumësh për bebe apo patatina, çdo produkt ushqimor duhet të jetë i sigurt. Praktikisht, siguria e produkteve që konsumojmë është më e rëndësishme se dhe vetë shija e tyre. Për këtë, në industrinë ushqimore ka një zinxhir të tërë procesesh dhe në qendër është specialisti i cilësisë dhe sigurisë ushqimore. Ky profesionist mbikëqyr cilësinë dhe sigurinë e përgjithshme të produkteve ushqimore në një ndërmarrje. Këtë realizon së pari duke njohur standardet dhe procedurat e cilësisë dhe të sigurisë së industrisë ushqimore, që kanë të bëjnë jo vetëm me produktet për konsum nga njerëzit, por edhe me ushqimet për kafshët dhe mbrojtjen e bimëve. Bazuar mbi këtë, specialisti i cilësisë dhe sigurisë planifikon dhe kryerjen e kontrollit të ushqimeve dhe proceseve të ruajtjes apo përpunimit, për të verifikuar nëse janë plotësuar kërkesat teknike, higjienike dhe nëse janë respektuar siç duhet të gjitha hallkat e prodhimit, që nga ferma e deri në tavolinë. Në prodhim, ky specialist me vëmendje ndaj detajeve duhet të identifikojë dhe të zgjidhë shpejt problemin, të përgatisë raporte mbi gjendjen e cilësisë dhe të sigurisë së ushqimeve për eprorët dhe të shqyrtojë ankesat e konsumatorëve. Një pjesë e detyrave të këtij profesioni lidhen me mbajtjen e dokumentacionit zyrtar dhe bashkëpunimi me drejtuesit, teknikët e prodhimit dhe autoritetet publike përgjegjëse për sigurinë ushqimore. Për këtë, nevojiten aftësi shumë të mira komunikimi. Për të punuar në këtë profesion, kërkohet diploma bachelor në një nga degët e lidhura me shkencët e ushqimit dhe kualifikimet e mëtejshme në studimet pas-universitare. Specialistët e cilësisë dhe të sigurisë ushqimore punësohen në ndërmarrjet ushqimore, të cilat mund të trajtojnë ushqime me origjinë bimore ose shtazore, në autoritetet përgjegjëse për sigurinë ushqimore ose mund të vetë punësohen si ekspert të fushës në auditime të ndryshme. Quhem Daniela, punoj pranë fabrikës së Jega si kontrollore e cilësisë dhe sigurisë ushqimore. Puna ime konsiston në analizimin e çdo produkti që prodhohet në fabrikë, gjithashtu jap miratimin që ky produkt është i gatshëm për treg.